Pas kërkesës së prokurorisë që po heton aksidentin e 4 fish në Fush Prez, gjykata ka vendosur të mbajë këtë të shtunë seancë për Aleksandër Krashin, që është shoferi i betonierës në të cilën u përplas tragjikisht mjeti ku udhtonin 4 të rinj. Seanca u zhvillua në orën 11 në dhomën penale dhe prokuroria në kërkesë të saj ka kërkuar arrest në burg. Në përfundim të seancës, gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka lënë në burg shoferin. Seanca u drejtua nga gjyqtari Edvan Vecani ndaj 24 vjeçarit. Prokuroria ka ngritur veprën penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt dhe largimi nga vendi i aksidentit. Sipas materialit të referuar nga policia rrugore, shoferi nuk ishte i pajisur me lejen përkatëse të drejtimit, ndërkohë që para përplasjes fatale kishte ndaluar në Karexhatën dhe nuk kishte ndezur bllokazhin. Po ashtu, prokurori i çështjes ka deklaruar se betonierja nuk kishte dokumentacionet përkatëse. Policia ka kthyer kamerat e sigurisë, ku duket se automjeti ku ndodheshin 4 të rinjt ka parakaluar 2 kamion që lëviznin në rrugë Vor-Fushkruj dhe më pas kanë hyrë sërish në Karexhat në rrugën në sens të drejtë dhe kanë vijuar udhëtimin dhe më pas janë përplasur me betonierën e ndaluar. Sipas dëshmisë së shoferit, 24 vjeçar, ka deklaruar se sapo ka hyrë në rrugë kryesore i shfikur mjeti pasi kishte mbaruar nafta. Ka provuar ta ndezë 2 herë, më pas ka shkuar në një karburant aty afër për të marrë naftë. Sipas tij, ka harruar të ndezë bllokazhin e makinës. Sipas dinamikës së ngjarjes ku mbërritjen e rinas në një fluturim nga Gjermania, Eril Laçi, 20 vjeç, në aeroport ishin nisur ta merrnin vëllai i tij më i madh Neidi, 25 vjeç, me kushërinë e tyre Andi Laçi, 22 vjeç, dhe një mik, Endrikejt Kurti, 24 vjeç. Drejtuesi i betonierës Aleksandër Krashi, 24 vjeç, u largua nga vendngjarja, i ndihmuar nga kushëriri i tij Valentin Krashi, 25 vjeç. Një nga arsyet pse nuk mund të i dorëzohej policisë ishte një fakt i rëndë. 24 vjeçari drejtonte betonierën pa pasur patent për këtë kategori mjeti. Policia e arrestoi bashkë me menaxherin e firmës së prodhimit të betonit, Daniel Koxha, 34 vjeç, i cili akuzohet se nuk kishte marrë masa për pajisjen e betonierës me dokumentacionin e nevojshëm për qarkullim dhe kishte punësuar në të zezë drejtuesin e betonierës pa patent. Në kërkim, policia shpalli dhe administratorin e kësaj firme, një 27 vjeçar.